Përshëndetje të nderuar teleshikues të ABC News. Po ju njoh me situatën meteorologjike për ditën e sotme në kontinentin evropian dhe vendin ton sipas Meteoalb. Zona e Alpeve si dhe vendet nordike do t'jenë me vranësira dhe shira me intensitet të lartë, të cilët do shoqërohen me shkarkesa rrufesh. Po ashtu me vranësira dhe shira, por me intensitet disi më të ulët, do t'jenë ishujt britanik si dhe Europa qendrore. Në ishujt britanik do t'ketë gjithashtu forcim të erës dhe rënje të ndjeshme të temperaturave. Krejt ndryshe do t'paraqitet situata në Europën jugperëndimore, pellgun e Mesdheut dhe gadishuën e Ballkanit, ku moti i kthiellit dhe temperaturat e larta do t'jenë dominuese. Shohim tani se si do t'jetë situata meteorologjike në vendin tonë për ditën e sotme. Shqipëria do dominohet nga moti i kthiellit në ulësirën perëndimore dhe zonat bregdetare. Zonat malore do të kenë vranësira dhe shira të izoluar. Edhe pjesa e dytë e ditës do të vijojë me të njëjtat kushte meteorologjike. Për sa i përket temperaturave të ajrit, ato do të çojnë një rënje prej 3 gradësh në orët e mesditës, ndërsa era do të fryjë e lehtë në tokë dhe mesatare në det, me shpejtësi 22 km/h me drejtim perëndimor, duke bërë që në Adriatik dhe Jon dallgëzimi të jetë 2 ball. Ndjekim tani temperaturat minimale dhe maksimale në qytetet kryesore të vendit, rajonit dhe botës. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.